Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezër, të nderuara motra. Do të jetojmë sot me një ngjarje me të cilën shpresojmë që ne që po flasim dhe ju që na përcjellni në ligjëratat tona dhe mësimet tona, të nxjerrim një mësim në jetën dhe në praktikën tonë. Tregohet që para disa viteve, me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, në njërin prej shkollave, një mësuese e disa nxënësve në klasë, kur fillon viti i ri shkollor në ditën e parë të mësimit, del para nxënësve të saj dhe u thot: "Të dashur nxënësit e mi, dijeni që mësuesja juaj ju don të gjithë juve." Në këtë urat, në këtë lutje, të gjithë u ndjenë të gëzuar dhe të lumtur me dashurinë që mësuesja e shprehu për nxënësit e saj. Përveç një djaloshi i cili, edhe pse i dëgjoi këto fjali, nuk është që ndjeu kënaqësi në shpirtin dhe në fytyrën e tij. Ky djalosh ishte djalosh i veçantë. Dhe në fund të ligjëratës do ta vrejmë se është i veçantë. Ky djalosh nuk luante me të tjerët, largohej prej të tjerëve. Sjelljet e tij nuk ishin të rëndomta me të tjerët, por fytyra e tij ishte fytyrë e pikëlluar, fytyrë e mërzitur dhe sjelljet e tij ishin paksa të vrashta me të tjerët. Dhe e vren mësuesja që prej të gjithë nxënësve në klasë, vetëm ky djaloshi po ka sjellje tjetër, po ka fytyrë tjetër, nuk po është i gëzuar, nuk po është i lumtur, dhe para se ta thret, vendos të shikon notat e tij brenda periudhës shkollore. Dhe e gjen që në klasën e parë, ky nxënës ishte nxënës i shkëlqyer dhe me ambicie të larta. Klasën e dytë, suksesi i tij ishte i shkëlqyer, por shihej që kishte ankth dhe stres në jetën e tij, sepse nëna e tij tani më ishte e sëmur, dhe sëmundja e nënës e kishte rënduar jetën e tij. Kishte sjell stres në jetën e tij dhe kishte marrë ankth në jetën e tij. Në klasën e tretë, mësuesja e shes që vdekja e nënës së këtij djaloshi e ka rënduar tepër jetën e tij dhe e ka bërë të pa interesuar për mësim, e ka bërë të pa interesuar për shkollë, saqë në klasën e katërt, ky djalosh vjen në atë shkollë në të cilën nuk e dëshiron shkollën, nuk e pëlqen shkollën dhe në çdo ditë mundohet të ikë nga shkolla. Kur përfundon cikli mësimor, shkolla vendos që ta bëj një manifestim, ta bëj një program, siç bëjnë edhe shkollat tona sot. Dhe në atë program, të gjithë nxënësit vendosin që mësuesën ta gëzojnë me një dhuratë, t'i blejnë mësuesës diçka dhe t'i sjellin në klasë. Dhe kësaj edhe ky djalosh nuk e ndohu veten nga kjo vepër e mirë, por dhurata e tij ishte e veçantë, sepse të gjithë për mësuesën blejnë lule të ndryshme të bukura, por djaloshi kishte një dhuratë tepër të veçantë. E dhuroi dhuratën nga shpirti i tij. E që është, djaloshi dhuroi një qafore të nënës së tij dhe parfumin e nënës së tij. E mbështjelli me një qese të bukur, por kur e dorëzoi te mësuesja, qesja është shky dhe dhurata është bëhet dukshme. Dhe kur e pa nxënësit e tjerë, të gjithë qeshën dhe e nënçmuan djaloshin. Por kjo dhuratë është tepër e veçantë. Posa i merr mësuesja këto dhurata dhe shkon në zyrën e saj, e shef parfumin dhe aromat tepër e bukur,
e bën mësuesin që atë aromë ta vendos më njëherë në rrobat e saj. Dhe djaloshi që e kishte dhuruar këtë dhuratë vrapon pas mësuesës. Në momentin që mësuesja e vendos aromën e parfumit që djaloshi e ka sjell, djaloshi vrapon në përqafim dhe i thot: "Oj mësuesja ime, po të vjen era sikur e nënës ime." Çka të thot? Që parfumin e nënës së tij e kishte bërë dhuratë për mësuesën e tij. Atëherë, mësuesja fillon të çojë dhe të mërzitet dhe të pikëllohet atë shumë, saqë prej asoj dite vendos që ky nxënës të jetë në kujdesin e saj dhe të sillet si është më së miri me nxënësin e saj. Don Zoti fuqiplot dhe ky djalosh e përfundon këtë shkollë. Ndahet nga mësuesja me mërzi, me dhimbje të mëdha, sepse prej asoj dite tani më kjo mësuese e kishte erën dhe aromën e nënës së saj, nënës së tij. Dhe pasi përfundon shkollën fillore, vazhdon shkollën e mesme. Kur hyn në fakultet, e përfundon fakultetin dhe dëshiron që ta takoj mësuesën e tij. Por mundësia e takimit nuk ishte, vetëm një SMS në telefon, vetëm një mesazh në telefon dhe i shkruan: "Ti je mësuesja ime më e dashur. Ti më ke sjellur këtu ku jam sot, e unë, nxënësi yt i vogël, kam përfunduar shkollën e mesme, kam përfunduar fakultetin, tani jam në magjistraturë." Pas disa viteve, ky djalosh vazhdon me suksesin e tij. E përfundon magjistraturën, e përfundon doktoraturën dhe në përfundimin e doktoraturës vendos të martohet me të dashurën e tij, e para darsmës vendos që kënd ta thret prej musafirëve, e thret personin e veçantë të zemrës së tij, i cili person e ka zavendësuar nënën e tij, e që është mësuesja e tij. E thret në telefon dhe i thot: "E dashura mësuese, jam unë nxënësi yt i vogël, i cili kam arritur deri në doktoraturë. Jam punësuar dhe tani kam vendosur familje për të krijuar. Të ftoj në darsmën time në këtë datë." Mësuesja shkon me gëzim, edhe pse vitet kanë kaluar dhe mosha ndoshta e ka rënduar. Para se të shkoj, mendohet mësuesja çfarë të marrë me veti dhe çfarë të veshi. Çka të vesh tjetër përveç shkon e gjen parfimin e nënës së këtij djaloshi, e vendos atë parfum, por si stolis bukuruese në atë darsëm e vendos edhe qafurën e nënës së këtij djaloshi. Dhe kur hyn në sallën e dasmës, djaloshi e sheh mësuesen e tij të parë, e të cilës ja kishte rezervuar vendin ku do të ishte ulur nëna e tij. Të gjithë shkojnë për t'i falë nusës hedije dhurata. Çfarë t'i falë? Mësuesja e shkretë. Kjo mësuese e cila ka punuar në ndërtimin e këtij që sot është për të martuar. Padyshim, dhuratën që mësuesja u bën këtij çifti bashkëtorë dhe nusës së këtij djaloshi është një parfum i ri me aromën e nënës së këtij djaloshi dhe qafore në dukatit të nënës së djaloshit ja bën dhuratë dhe hedije nusës së këtij djali. Dhe në fund kjo mësuese e kupton që ky djalosh tani më është i martuar dhe është doktor në njërin prej spitaleve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, jeta e sfidon njeriu. Jeta e përball njeriu me valë të ndryshme. Por mos harroni që ata që i përkthelni sot do t'ju bëjnë të lumtur nesër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.